Fatmirësisht në vendin tonë është edhe një linjë e jetës, linjë telefonike pa pagesë, ku edhe ti mundesh me telefonu edhe kur nuk ndihesh mirë anonim me kërku ndihmë, qoftë kur ke mendime jo të mira, qoftë probleme nga më të ndryshme, shqetësime të ankthit, depresionit apo ndonjë problem që edhe të ka ndodhur, mundesh me telefonu në këtë linjë të jetës, por fatkeqësisht që është e kufizuar për orës 18 deri në orën 22 për arsye që do të na tregojë edhe vetë drejtori i qendrës në kuadër të cilës edhe funksionon kjo linjë e jetës. Është kjo qendra për informim dhe përmirësim social me neve drejtori i kësaj organizate Bent Skea. Bent, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe ti që pranove, sepse e dim që jeni vërtet e angazhuar dhe është kjo pjesa e paraditës, por gjithsesi që kemi shumë nevojë si shoqëri, të njohim, të dëgjojmë më shumë, edhe të kuptojmë më për së afërmi se si mund t'ja lehtësojmë vetes për gjithë ata të cilët edhe po përballen me problemet e shëndetit mendor. Fillimisht si qendër njihet si qendra CHIPS, qendra për informim dhe përmirësim social. Çfarë organizate është dhe me çfarë mirret konkretisht? CHIPS është një organizatë themeluar në 2016, ku na jena nis me koncept me idenë për me fillu projektin e linjës të jetës. Domethënë që kjo ka arsye pse na jena themelu. Po me kalimin e kohës kena tuj pa sfidat që ekzistojnë në sistemin e shëndetit mendor në Kosovë, jena zgjenuar edhe më shumë. Tash na sot përpos që e menaxhojna linjën e jetës si shërbimi vetëm për parandalim të vetvrasjes në Kosovë. Na gjithashtu i monitorojna shërbimet publike të shëndetit mendor, ku qesim raportin baza vjetore që i kallëzojnë domethënë shkeljet e drejtave të njeriut që ndodhin të edhe mangësitë që ekzistojnë në sistem. Jeni në një farë forme si në lloj monitorimi në atë se çfarë po ndodh në shoqërinë tonë. Po në çfarë po ndodh në shërbimet e shëndetit mendor. Tjetër na organizojnë edhe festivalin e javës të shëndetit mendor, javës evropiane të shëndetit mendor çdo vit, java terapisë të artit që ndodh në maj. Edhe majna trajnime për punëtor social, policë edhe për mjek edhe për infermier ku i mësojnë qysh më çast personave që kanë çrregullime të shëndetit mendor. Ka domethënë laramani të punëve që na e bojna, po që synimi jon është mi përmirësu kushtet që ekzistojnë në Kosovë për personat që kanë çrregullime të shëndetit mendor, qofshin ato për shërbime apo për të drejtat e tyre. Më bëri shumë përshtypje kur tha që ti trajnojmë edhe mjekët se si të sillen me persona me çrregullime të shëndetit mendor. Mantelbardhet do duhet ta dini një gjë të tillë, por fatkeqësisht në vendin tonë nuk e kemi parë edhe shumë atë qasje të themi të afërt përveç përshkrimit të medikamenteve, sidomos persona që edhe janë ballafaquar me probleme të shumta në krahasim me vendet e zhvilluara ku ndodh paksa më ndryshe, është pikërisht ky qëllimi se si ti qasen pacientit, klientit në këtë rast. Nëse i pyeti psikiatrat është që janë problemet më të mëdha me të cilat ata ballafaqohen, ata njërin pjesëve që cekin është që kolegët e tyre për shembull kirurgu shkon edhe për shkollën barna pa ditë, domethënë pacient ekspert i fushës ose jep rekomandime pa u kon domethënë profesionist i fushës. Sidomos qetësues. Po, sidomos qetësues. Edhe gjithashtu infermierët mundën me pas ka herë sfida të punu me persona që kanë çrregullime të shëndetit mendor në raste emergjente dhe mos me ditë çysh më u ças. Kështu që na çka po tentojna me bësh me e pruçet tim në diskutim me CKMF për shembull. Edhe mas ne mi mësu qysh, për shembull nëse mas nesër vjen një person që ka skizofreni, qysh më ças atij personi, çka janë të drejtat atij personi, çka janë kufit që ti e punës që ti e ke, çka është përgjegjësia që ti mundesh me marr. Edhe kjo njëkohësisht domethënë edhe mi mësu ata se qysh mu ballafaqu me këto raste, por gjithashtu edhe me i kuptua ata çka janë limitet e punës së tyre që mos me marr ata përgjegjësi ekstra edhe mund ngarku mas ne për vete. Kështu që kur po flasim edhe për to çrregullime të shëndetit mendor, krahasim me problemet që do t'i flasim pastaj, çrregullimet e përmendë skizofrenin ku ka shumë raste ku janë njerëz, ka edhe jurist, ka edhe mjek që janë të prekur prej skizofrenisë dhe ne si shoqëri ndërsa mund të habitemi që si është e mundur me qenë skizofren dhe me qenë i shkolluar, me qenë i arsimuar edhe me pas një vend të punës, por derisa edhe vetë personat deri në fazë të jetës siç kanë treguar edhe mjekët nuk e dinë që munden me qenë të prekur. Po, unë në bachelor kur kam qenë të i kry studimet, një shok, një kolegë që kom pasu konë vetë me skizofreni diagnostifikum. Çka keni studiu? Psikologji. Psikologjin. Kështu që do thotë skizofreni studion te psikologjin. Po më kështu çdo person pavarësisht rregullimit me cilin po ballafaqohet sot në botën moderne,
ka mënyra për mujt nëse punon domethënë mjaftueshëm shoqënia me të, nëse ka mjaftueshëm mbështetje prej shtetit, mundet me mri në një pikë që mundet me më kon domethënë më integruar çat shoqëni. Edhe me qenë profitabil, edhe për veten e tij, por edhe për shoqërinë. Për shoqërinë domethënë ky sot është vazhdim doktoratur. A unë studimet edhe jam kthy domethënë në organizat, kështu që e shef që edhe çrregullimet që janë më të rënda siç është edhe skizofrenia nuk ndalojnë për me vazhdu ti profesionin tënd, ëndrrën tënde, jetën tënde, nëse din me menaxhu edhe ke trajtim të duhur. Problemi është që në Kosovë ky trajtim nuk ekziston, që duhet me qenë, domethënë ka shumë bariera shoqënore, edhe ka edhe paragjykime nga vetëm Antelbardët. Paragjykime nga vetëm Antelbardët. Leve se skizofren. Po, nuk ka domethënë sisteme rehabilituese shumë. Edhe pse kërkojnë ndjesë jo nga gjithë, po disa. Po mënej, patjetër, edhe unë kur të jap kritika nuk e kam për krejt. Po domethënë ka shumë bariera këne edhe ka shumë pak shërbime rehabilituese që ekzistojnë në Kosovë në krahasim me vende tjera. Na më shumë e kena një sistem që i mon edhe i mshel mrena në psikiatri ose në shtëpi për integrim në bashkësi edhe masë që aty mesin ata. Ata mbesin aty dhe çka është më e keqe, ata e kanë lirinë e lëvizjes, edhe pse nuk do duhet ta kishin. Jo, kur nuk janë në trajtim. E kundërta, ata nuk e kanë lirinë e lëvizjes, po duhet ta kishin. Duhet ta kenë, por jo në mënyrën dhe në formën siç e kanë në vendin tonë, siç tregonin edhe vet profesionistët e kësaj fushë, që keq kur janë rastet më të rënda, edhe ata e kanë lirinë, do të thotë pa u trajtuar paksa. Për me lëviz. Që kjo është domethënë një probleme që kena na me profesionist, për shkak që OBSH-ja edhe OKB-ja të dyt thonë që nuk kena na të drejtë, nuk duhemi na me e ndalu lirinë e qarkullimit të lëvizjes, domethënë asnjë drejtë njerëzore nuk guxon një kufizuar një personi që ka çrregullime të shëndetit mendon. Po. Edhe gjithashtu OKB-ja domethënë tu bazu për drejtat e njerëzit, OBSH-ja tu bazu për hulumtimet që kanë gjetë, ku e kanë pasur që këto ndalesa leçe. Ka raste kur mund të më qenë të rrezikshëm për shoqërinë? Ç'tash më aty. Po domethënë parimisht që tu ndalesa leçe nuk bojnë mirë për individin, po edhe bojnë regres. Domethënë kur ti bllokon ti qarkullimin, kur ti e nal ato me najt për shembull psikiatrinë në një kohë të gjatë, ai person mos të përkeçohet, edhe rehabilitimin shoqëni mund të më vështirësu. Domethënë është e rëndësishme që kurdo që është e mundun na shërbimet për këta individ mi pas në komunitet. Domethënë mi trajtu në liri, mi trajtu bashkë me komunitetin edhe me punu me çato rrethana ku ata jetojnë që mujt me dhe kemi pas raste, kemi pa kërkojnë ndjes bince po të ndërprej, ka pas raste për shembull janë në qytetin e Gjakovës, pa dashur me përmend një familje, ka qenë profesoresh shumë e aftë matematikës dhe një tragjedi që i ka ndodhur pastaj ju është keqsu gjendja pa kujdesia, sepse jeton vetëm, pa kujdesia e institucioneve, gjendja saj është rënduar shumë. Dhe ajo tashmë pa terapi, lëvizsi e çrregullt, do të thotë pa kurfar kushte jetese dhe është e lënë vërtet në mjerim dhe ndonjëherë të themi me atë pa humbjen e saj, agresivitetin, edhe e damshme edhe me çujt në thojë sa e rrezikshme për rrethin ku po jeton për shkak të mungesës së trajtimit, por edhe reagimet të institucioneve që shumë herë ka pasur raste kur e kanë marrur, edhe vet policia është lajmëruar qendrat të cilat janë përgjithëse dhe është kthy zonja shumë në rregull me terapi. Por pastaj sërish mungesa e trajtimit sërish është kthyer në atë gjendje të themi vërtet mjerueshme edhe për vet personin. Tash veç për me qartësu domethënë çu funksionon sistemi, në Kosovë ekzistojnë 7 qendra të shëndetit mendor. Është edhe një teknikisht në shtime, po ajo funksionon vetëm me raste kështu më specifike. Edhe në çdo qendra ti nëse ke një problem të shëndetit mendor, ti mundesh më shku aty me marr trajtim në formë të lirë. Edhe ti vjen në bazë auditore për me marr trajtim psikoterapi, forma rehabilituese, domethënë për shembull punojnë me ta me mësu qysh me bu pundora apo diçka që ashtu varësisht pe qendrës, edhe synimi i kësaj është që ti me u kthy në komunitet masnej. E nëse ti s'ki stre, që mundesh me bosh me shku në një shtëpi për integrim në bashkësi, që punojnë në kuadër të qendrave të shëndetit mendor, e këto masnej të strehojnë ty përderisa ta ofrojnë terapinë. Ama rehabilitimi te na nuk ndodh kur. Domethënë ti për shembull stash nëse shkon në SHIB, ki njerëz që janë aty që 20 vjet të najt. Edhe ata 20 vjet. Edhe ata marrin domethënë trajtim, edhe janë të rehabilituar, edhe doktorët thonë që janë të rehabilituar, infermierët thonë që janë të rehabilituar, këta vetë thonë jam gatshëm për më kthy
përditshmëri, po s'kan ku me shku sepse nuk kanë venet punës për ta, nuk i pranon domethënë shoqënia, edhe ata mesin që ty edhe ta nxojnë çat hapësinën. Edhe mas një përfundojnë persona si kjo. Sa i njoftun me ligjin e shëndetit mendon në vendin tonë, a nuk e siguron ligji këta persona që rehabilitohen që ta kenë të gatshme punën që i pret? Ligji është gjysmak, domethënë Komisioni për Shëndetësi dhe Mirëqenie kur ka qenë në 2022, s'më kujtohet saktë kur e kryesuar prej Fatmire Kollçakut e ka gjetë që ligji domethënë është i pazbatueshëm. Për shembull, udhëzime administrative që kërkohen për mendoj për ligjit nuk kanë dalë kur. Gjithashtu ligji është shumë i vjetër, domethënë u ardhur në 2015 në PA-tishit kanë pas avancime në të drejtat e pacientave që nuk kanë hi domethënë kur në ligj. E ana hala funksionojnë me çito. Edhe prandaj ligji ka shumë probleme që nuk i parashet. Domethënë ligji nuk e parashet sa duhet me pas shërbime, nuk e parashet çu duhet me shku procesi i rehabilitimit. Pjesa më e madhe e ligjit që kushtohet është çysh me majt njerëz mrena të mshelën. E kjo bjen në ndesh masë me çet parimin e trajtimit të rehabilitimit. Dhe rëndohet edhe vetë sistemi shëndetësor në vend, sepse nuk është edhe në hotel tjetë, edhe do të ishte e rëndë të çndroj dikush 20 vite. Qashtu, do të thonë ti ki njerëz që janë në shtëpi për integrim në bashkësi tonight, tu vazhdu me marr trajtim që për cilën ata kanë nevojë, po janë çasi nivelet që janë tu majt, veç për shkak që shteti nuk ka mujt me gjet aty në strehim jashtë asaj, edhe për shkak që shteti nuk ka mujt me gjet vend punës. E mas në kiqës i rastet personave që janë tu rrugës me çrregullimet që nuk mundën me gjet mbështetje sepse s'kan kërkush që kujdeset për ta, sepse shteti domethënë është shumë i ngarkuar me persona që veç ka në sistem që 20 vitet e fundit. Domethënë për çto mas ne ndodhin raste kur dikush mund të me kriju agresivitet, sepse i kena lënë është çaq gat, sot që çrregullimi merr çasi për masa, domethënë që mundet mu manifestu si agresivitet. Ndryshe si që tregove, kolegu i që po doktoron në psikologji, ai është i prekur nga skizofrenia, por me përkujdesje mjekësore edhe me gjitha ato që duhen, me trajtim, me lirinë e tij, natyrisht që mundet edhe me qenë profitabil për veten, edhe për shoqërinë, edhe mos tjetë as pak i rrezikshëm. E përmende qendrat këto të rehabilitimit në vendin tonë dhe e përmende shtimin. Si e shet ti vetë si bind edhe shoqërinë tonë paragjykimet tona, sepse ne kemi edhe shumë shaka me këtë jëmbo me shku në shtimi, ose në shtimi, ose kemi është si një vend i frikshëm në qoftë se analizojmë, ka dhe shumë persona ngurojnë, ndoshta edhe me kërkundim për shkak të paragjykimeve. Kështu, domethënë instituti kjo është pak problem me analizu për shkak që edhe ekzistenca e institutit special në shtime kontribon në çdo paragjykime që krijohen. Ky është mas parë institut. Pse bind, për shembull? Kur ka qenë uniku të e menaxhu sistemin në Kosovë, raportet që kanë ardhur prej institutit special janë kundër të mëshme. Edhe njëri për rekomandimeve kryesore ka qenë që me mshel institutin. Tash instituti ka punu në çasë nivelit që ato probleme që ka pas më herët nuk janë domethënë aktuale mosët, por megjithatë ajo stigma ka met për shkak të formave që ka jetu në qatë kohë edhe për shkak të faktit që tash ajo është institut krejtësisht i mbyllur. Domethënë mediat mundën me ardhur ndonjëherë aty, po nuk është që ka qasje publiku edhe ata pacientat që janë të mshelën aty mrena ata dalin ashta një herë dy herë në vit. Kështu që për çdo edhe krijohet stigma, sepse na i marrim njerëzit edhe i çojna me një vend mshelën, edhe pasi natyrisht që popullata mendon se ka diçka aty, domethënë të çrregullt për çato janë aty i largu këta. E kështu që prap peceke, domethënë rekomandimi është që këto institucione të mbyllura duhet mi hek këtë. Edhe njëjta vlen edhe për institucionin special në shtëpi. A jemi të gatshëm ne si shoqëri sepse institucionet nuk janë gati? Nuk ka lidhje. Nuk duket ndonjëherë që ne jemi më të afër se sa institucionet. Po edhe nuk është pyetja jena na të gatshëm, domethënë është pyetje të drejtat e pacientëve. Ajo çfarë është e mirë për gjendjen e tyre. Për ta, edhe rehabilitimi i tyre gjithashtu i ndihmon edhe destigmatizimit. Domethënë kur ti bjen ti këta njerëz në komunitet, na kena masnë më shumë mu edhe me ndru bindjen ndaj tyre. Për ndryshe, një rast që unë e marr zakonisht si shembull është në Trieste, në Itali. Trieste sot konsiderohet shembulli njëri prej shembullave më të mira në botë për çu trajtohet shëndeti mendor. Por në të 90-tat nëse s'gaboj, 80-tat po më duket, Trieste ka qenë domethënë që ka pas një spital psikiatrik që është instituti special në shtime sot. Edhe kur kanë vendosur me hap, ka pasur domethënë protesta masive në qytet prej qytetarëve aty. Ata kanë shkuar gjyq njerëzit me gurb, doktor tani për pse domethënë ju po dënim i shti këta njerëzit më në komunitet tonë.
Tash ajo është domethënë njëri prej vendeve model për trajtim. Kështu që ka kontribu pozitivisht hapja e sistemit që mujtë edhe njerëzit me e ullë, domethënë stigmën që e kanë ndaj pacientave. Kështu që edhe te na që nuk është domethënë pyetja jena na të gatshëm, na bëhemi të gatshëm kur të hapet sistemi edhe për neve me edhe kur ballafaqohemi edhe atakohemi me persona që kanë çrregullime po flasin. Po kalojmë paksa tek linja e jetës. Çka është linja e jetës? Linja e jetës është qendër emergjente për parandalimin e vrasjes. Na punojnë edhe me telefon, por edhe me chat, kena një app që mundën me na shkruan njerëzit. Edhe koncepti i linjës të jetës është që personat që kanë mendime për vrasje, po na ashtu edhe dikush që si ka mri, domethënë alo deri me pas mendime, me na kontaktu neve dhe na bashkëpunim me ta mas pari me deeskalu situatën nëse është në po nëse na vjen tup marrë si i themi si shoqëri me fola mundemi anonim pa problem. Këtë është anonim. Domethënë na nuk e dina kush na kontakton, kur nuk e lypim as emrin as mbiemrin as vendodhjen, veç në raste ku është edhe një palë e tretë e përfshim. Na mundëm me pyet me thonë, bëjmë kuzhinësh që mund të medita me dërgu policinë. Ajo po edhe ajo gjithmonë shkon me pëlqim të individit. Domethënë na kur nuk operojna. Nuk detyroni. Absolutisht jo. Na tentojna mi kriju sa më shumë rahati, e sa më shumë siguri personit që me ditë që kur telefonon te na, nuk ka kurfar domethënë rreziku për të edhe mund të bëj. Kur kemi mendimet e vetvrasjes, për çfarë problematika të tjera mundemi me telefonon në linjën e jetës? Çka do të ka mend domethënë njerëz se çdo problem që na e kena nëse na ham, domethënë mjaftueshëm gjatë mrena, nëse na nuk e shohim që kena zgjidhje, eventualisht mundet me kriju mendime për vrasje. Kështu që për çka do na kur nuk i thojnë dikujt na jo, adë nuk mundesh me na telefon. Dhe numrin kom arrit me mbajt mend sepse ishte shumë i lehtë. 0800 12345. Po, çashtu. E ndërsa në chat, nëse doni me na kontaktu dikush, mundet me hitë rrjetet tona sociale, e kena në biografi në Facebook edhe në Instagram linkun për me na kliku në chat. Domethënë jo më na shkruani në Facebook direkt. Në Facebook edhe në Instagram si u gjen me tek linja e jetës, edhe aty e keni po në bio në about e kena domethënë linkun për chat. Domethënë që aty me e kliku, jo më na shkruaj kështu drejt në rrjetet sociale sa aty si shohim. Këtu më duket në ato raste kur janë pak më të qetë sepse në ato rastet e panikut ndoshta njerëzit më të lehtë kanë atë me marr telefonin edhe me telefonu më shpejt. Kështu që numri i telefonit është 0800 12345. Në çfarë kohe munden me telefonu sepse me sa e di nuk funksionon për 24 orë. Prej orës 18 deri në orën 22, fatkeqësisht domethënë na ka dashur me shkurtu orarin. Pse bin kur e dim që nuk e dim asnjëherë në çfarë ore na vijnë mendime? Sepse nuk është domethënë lehtë me menaxhu një shërbim të tillë, kërkon investim edhe kërkon mbështetje financiare për me. Nuk keni gjetë mbështetje nga institucionet tona edhe pse tash janë në detyrë. Jo, domethënë na linja e jetës funksionon për 2019-s, na konceptin për me themelu linjën e jetës kena për 2016-s. Po deri tash prej ora nismalit deri sot nuk kena gjetë asnjëherë mbështetje për me e ofru që të shërbim që duhet. E kena ku keni trokit në cilat dyert? Ministri i Shëndetësisë kryesisht. Kena bisedu pak edhe me Ministri të Drejtësisë, ata nashta mundet me në kuadër të shërbimeve sociale nashta mundet me gjetë mbështetje. Cila ishte përgjigjja atyre? Pse nuk tonin me përkrah? Nuk ka përgjigje, edhe pse Ministria e Drejtësisë prapë është më pozitive, po Ministria e Shëndetësisë për shembull kur nuk ka thonë ndaj përgjigje definitive, kur nuk ka thonë jo nuk është kjo për neve, jo kështu, edhe gjithmonë është edhe veç jena injoru, hajtë se pe këshyrim, hajtë se pe bojna, a kjo është çështje shumë e lehtë për më bëj. Është njëjtë, domethënë kontrakton shërbimin për më ofru në diçka që ti nuk mundesh me bëj si shtet, ose që ki s'po don me bëj si shtet. E ndon buxhetin sa ki nevojë dhe implementon. Nuk ka domethënë kështu shumë ndaj far filozofi. Me sa po duket ata që janë përgjegjës nuk janë ataku deri më tani me problemet e shëndetit mendor se më duket që edhe. Kryeministri është në një intervistë që thotë se ka pas kështu problem kësi nisun të panikut, kështu që e dim që ka e duhet më kujtu. Po jo ballafaqë çushio, po tjetër punë është kur ti jeni më thon pozitiv ki mundësi ti për me trajtu këto probleme për veti, edhe tjetër punë është kur ti një qytetar i thjesht që nuk i çasin shërbime fare. E dim politika. Edhe mos flasim edhe për çmimet, që vërtet është një kosto e lartë, çdo ku në botë shërbimet e psikoterapisë e kanë një çmim. Ku ne çdo herë them që ndonjëherë mirë që ka çmim, sepse kur paguajmë diçka pastaj jemi më të vëmendshëm se duhet me pagu prap, kështu që jemi më të kujdesshëm. Por gjërat ndodhin, është pjesë e jetës që ndonjëherë mundemi mos me menaxhu mirë jetën tonë, dhe asnjëherë me sa kam kuptuar nga vetë profesionistët nuk duhet ta fajsojmë veten tonë, por ta falim, ta pranojmë dhe të ecim tutje duke edhe kërku ndihmë. Është edhe kënga e Sies, I Am Healing, e ke pikrisht
në datës së premtës më duket nga redaktori i muzikës është gati, Sia, I am healing është kënga, edhe e gjen e bën gati. Kush qëndron pas telefonatave janë psikolog, psikoterapist, mjek? Janë vullnetar që vinë, do me thonë, trajnohen prej neve për me ofru qatë shërbim në telefon, edhe ata mbikëqyren prej një ekipit psikologëve që Pa duhet me qenë të fushës? Jo, s'është të thonë. Kjo është, do me thonë, punë ma shumë, na nuk ofrojna psikoterapi, na ofrojna deeskalim, edhe mas ne i drejtojna personin. Pa mundën me qenë të aftë në qoftë se nuk kanë studiuar psikologjinë, psikoterapinë, me qenë të aftë deri në atë shkallë sa për me ditë edhe ka me orientu atë person individ të shqetësum? Po, patjetër, se na qatë njëri që kanë nevojë, na ja bartim, do me thonë, për gjatë trajnimit. Na që ka bojna, do me thonë, nuk e zëvendëson as psikologën, as psikiatrin. Na jena aty për raste emergjente, edhe jena aty për qatë momentin. Një përkrahje emocionale. E masni për afatgjat, na shërbena gjithashtu edhe si rjetë referus. Do me thonë, nëse dikush na thirr për shembull prej Gjakovës, do thotë, spëdiun të kush me shku, na këshyrim, do me thonë, të rjeti ku e kena, dhe ofrojnë, qëto e ki, do me thonë, shërbimet publike, qëto e ki shërbime online, qëto e ki në Gjakov, ti zgjath qysh do që ti ki mundësit. Edhe gjithashtu varet edhe për situatës, jo gjithkush ka nevojë për psikolog, jo gjithkush ka nevojë për psikiatër, dikush ndoshta është në një situatë që ka nevojë ndoshta edhe për avokat apo për diçka tjetër. Avokat, po, do me thonë, varet këtë për rrethanave të individit, që gjendet që ja shkaktojnë mendimet për vetvrasje. Për shembull ata që kanë kredit, ku i orientoni që kanë shumë borxhe? Që është njëri prej problemeve me çka ballafaqohemi, do me thonë se që thojmë jo mbomi myt vetëm për borxheve. Po, se jo çdo problem, do me thonë ka një adresë afatgjate që ti mundesh me drejtu, na zakonisht ai dërgojnë në qendër për punë sociale. Po mas ne, do me thonë, këto problemet ekonomike që mundën me qumë personin din mendime për vetvrasje, ato janë që du më marrë institucionet. Pra shaka po elëm në anë, sepse jemi në pjesën e paraditës, mundova pak me zbut, por vërtet janë edhe problemet financiare që shumë herë i kanë shty individat edhe me privu vetën nga jeta, me kry vetvrasje, edhe pse në ato momente nuk di me vlerësu që jeta është një dhuratë që na jepet vetëm një herë dhe mundësi të dytë nuk kemi, kështu që është mirë me të mirat dhe me të këqijat me arrit edhe me shiu, por ka momente të tilla kur vërtet jemi të rënduar emocionalisht dhe në momente të tilla na nevojitet një krah, një fjalë mirë ku linja e jetës pikërisht edhe jep këtë ndihmë. Pra 0800 12345 në Facebook, në Instagram e gjeni linja e jetës, në biografi aty në fillim e gjeni edhe linkun ku ju mundeni edhe me u shkrujt përmes chatit. Për ndryshe e kemi gjetë Fatime këngën? Është Sia, kënga Sia, është këngëtarja Sia faktikisht. Kënga Sia. Është këngëtarja Sia, po, kënga I am healing. Po. E ke në datë të ejtës, mundesh me shiku? Po. E atëherë, Bind, është edhe diçka tjetër. Pre orës 18 deri në orën 22, pse pikërisht zgjedhët këtë interval kohor? Kur u dasht me shkurtu orarin, kena këshyr çka janë konat që më shumë ti na kanë telefonu njerëzit edhe që na kanë shkruar në chat. Edhe kena pa në intervali 6 deri në 10 edhe 10 deri në 2. Do me thonë nuk ka pas fër dallim, një kohë nashta 2-3 thirrje më shumë. Vetë ndry ke fjalën për mbrëmje, do me thonë po. Edhe është ajo qetësia që bën dhe pastaj mundësia më shumë që kanë njerëzit për me ty. Edhe me qenë se s'ka pas shumë dallim, na kena shku me 6 deri në 10 për shkak që u kon malet për me menaxhu për neve, do me thonë në nivel të organizatës. Po realisht ky shërbim qysh e the duhet me funksionuar 24/7, sepse njeri nuk e din kur ti vinë mendimet edhe kur i vjen vullneti për me telefonu ose mundësia. Ai se peshty për shembull, nuk mundesh me thënë kur vjen ai moment për themi edhe më i rënd, privimi nga jeta, me thënë prit se sa të botura 18 se i marrën telefon. Ashtu. Por fatkeqësisht na kena pas shumë njerëz që na kanë kontaktuar, që kanë shprehur shqetësimet e tyre për që përshkurtohet orari. Po që për shkak të rrethonave na nuk po mundom me bëu më mirë. Na çtash që na tu bosh veç na tu prit më formu kuvendi edhe qeveria. E kena dërgu para 2 vjetëve një peticioni për hartimin e ligjit për parandalim të vetvrasjes. Kur ja nis kuvendi mu marr me çat peticionin kur të ja nis mu formu ligji për parandalim të vetvrasjes, që aty mundet edhe mu bë obligim ligjor për me u institucionalizu linja e jetës. Sepse e kena pa që nëse presim Ministrinë e Shëndetësisë në këtë rast, ajo nuk ndodh kur. Do të thonë vazhdimisht ka kështu arshyetime ose adin veç të harrojnë ose veç i hikin, do të thonë për prioriteteve, për shembull për grante kanë hek
parandalimin e odrasjes si prioritet vitin e kalum. Wow. Kështu që në çet pikë neve na ka me tentu me shty me bë obligative ofrimin e këtij shërbimi. Edhe kur të është mas një obligative, mas një edhe shteti duhet me gjetë mundësi, nashta s'na kontraktojnë neve. Nashta duhen me e bë vet. Këtë jena okay. Veç li të ofrojmë Jeni për fillim jeni i vetmi shërbim që jep këtë ndihmë në vend. Çashtu. Po e marrim një shembull. Po telefonoj unë tek linja jetës, po e bëjmë një aktrim të shkurt, sepse po më intereson edhe me ditë se cila do të ishte përgjigjja. Bindi është linja jetës dhe unë një person që po kaloj në momente. Për shembull telefonoj. Kur e hapni telefonin si përgjigjet linja jetës? Zakonisht, do me thonë veç i pyesim i thëna ke thirr te linja jetës, çka ka shty me thirr sot? Po ndina shumë keq, komendime që po du mi dhon fund jetës. Si vazhdon biseda? Na sani parë kryesor që duhet me bëu është me e kuptuar është një personin në rrezik çatu për çatu ajo. Edhe zakonisht e vesim, domethënë nëse ka ndonjë mjet për me lëndu veten, a është në hapsin ku mundet për shembull nëse është në një çështje rrezikuar. Po çështje rrezikum. A një apo një domethënë vetë personi i sigurt, nëse ka për shembull nëse është i rrezikum në ndaj vend na kërkojnë për individët që me shku dika tjetër ose me hek Si e bindni? Cila është ajo fjala pozitive që ju mundoheni atë rëndes me shkarku paksa? Cila është ajo fjala, ai çelësi që ju e thoni atë fjalën pozitive që është fjala nuk je vetëm, ne jemi këtu, apo nuk ka fjalë magjike, është punë, kështu duhesh me e ndërtu një raport me individin. Duhesh me kriju besimin të individit, tu qenë aty për të dhe tu e ngu edhe pa gjykim edhe tu ju përkushtu që ngon me vëmendje domethënë keq ato që po thotë. Personave që po na dëgjojnë për momentin dhe ata të cilët ndërsa për momentin po ballafaqohen me një problem të tillë janë në atë udhkryq që janë edhe duke menduar me privu veten nga jeta. Çfarë do t'ju këshilloje në këto momente? Në çdo raste zakonisht i rekomandojnë njerëzit që veç me telefonu direkt te linja jetës, për shkak që nuk ka çka me hub, edhe nuk ka çka me rreziku. Është na shumë shpesh janë adresa e fundit e plot njerëzve, po masë që na telefonojnë neve kuptojnë që ka edhe adresa tjera. Ose ka herë janë edhe adresa e parë, domethënë vjen dikush s'din kam orientu edhe na thirr neve. Nuk ka domethënë në sens që as nuk e thirrin policinë, as nuk e thirrin psikiatrin domethënë njerëzve, kështu që le të provon, mbetet anonim edhe mundet me pa ku. Pra pre orës 18 mundën me telefonu në 0800 12345 edhe është pa pagesë. Pa pagesë konfidenciale, anonime, kur gjë domethënë gjithçka çfarë bisedohet mbetet aty edhe nuk ka kur fal pasoja për individin. Në këto momente ndonjë fjalë për shembull si kishe më u drejtuar edhe këto momente pa u bërë 18 për shembull, si ta shohin jetën, sepse është vërtet ka momente kur na duket çdo gjë e errët. Kështu unë jam vetë njëri që ka kaluar në periudha shumë trana në jetë, kështu që e di edhe prej përvojës që këto që më këto thonjet që i përdoren njerëzit ashtu, adin bëhet më mirë e krejt, e di sa të zbrasta tingëllojnë, kështu që nuk po tentoj me eksi mi thonë që ato. Tregohet që i ballafaqohet edhe me sulmet e panikut në të kaluarën tënde. Jam ballafaqur me sulmet e panikut, kom pas domethënë kom shkuar në psikoterapi ashtu bajë gjatë. Edhe unë jam ballafaqur dhe tek unë sërish ka filluar me u kthy ankthi dhe ka momente edhe gjatë kësaj ore sa jemi bashk, ka momente që unë po lëviz dhe po shoh që ankthi është prezent me mua. Çfarë është gjithmonë. Po mundohem me luftu për momentin. Po. Për sa i përket çfarë e kisha thonë është vetë domethënë me provu që ato që ai kanë mundësit. Domethënë mos me lënë asnjë mundësi të pashtërnë. Për shkak se herët avon mund gjindi diçka, edhe për çato edhe kena themelu në linjën e jetës pikërisht për shkak që më ndihmu njerëzve me gjetë çato mundësi çka janë. Domethënë nuk pretendojnë as që na fol me neve dhe na ta thojnë diçka dhe mos ti e mira, po është proces. Bën të erdhëm në fund të emisionit fare për fund diçka që edhe nuk kemi përmendur, sepse është temë ndjeshme dhe kemi shumë çka për të folur. Kështu domethënë vetëm sens që nëse një mësim, po shpresoj që njerëzit e kanë marrë këtë soi është që si parandalimi vedrasjes si temat e shëndetit mendor kërkojnë angazhim kolektiv. Edhe manifestimi i angazhimit kolektiv është prej institucioneve, domethënë na aty ja japin votën, ja japin taksat tona që ata mi kriju çdo shërbime për neve. Apo institucionet tash na kanë ndështuar. Kështu që na vjen na si qytetar me
u bë matëzëshëm për krijimin e këtyre shërbimeve. Edhe na vjen rasti qytetar me kërku llogari për institucioneve për këta persona që kanë mendime për vrasje, që kanë çrregullime të shëndetit mendor që nuk po mundën vetë me shku edhe me avoku për të drejtat e tyre edhe për shërbimet që ata kanë nevojë. Pra ne duhet jemi zëri i tyre. Dhe që një ditë mund të jetë gjithë secili nga ne në atë pozitë. Po, fiks. Kështu që të kemi kujdes edhe ta kemi një linjë dhe një vend ku vërtet mundemi edhe me marrë shërbimin edhe ndihmën, sepse zgjidhje çdo herë ka apo jo. Po. Faleminderit shumë që ishe në Gramofon. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.